Davud a.s. Mbreti I mençur dhe I fortë. A dini ju kush ishte Davudi a.s.? Ai ishte një profet dhe një mbret I madh. Por a dini se ai dikur ishte vetëm një bari thjesht që ruante delet? Si mund të bëhej një bari mbret? Si arriti ai të fitonte një luftë pa shpata ushtar? Le të zbulojmë bashkë. Në një tokën të mbushur me betejë dhe sfida, ku mbretërit sudonin me shpatë dhe popët kërkonin drejtësi, u shfaq një djalosh I guxishëm dhe I mençur. Ai nuk ishte mbret, nuk ishte ushtri dhe nuk ishte pasuri, por kishte diçka që të tjerët nuk e kishin, një zemër të fortë dhe një besim të palëkundur në Zotin. Askush nuk e dinte se ky djalosh I ri do të bëhej një mbret I madh, një profet I urtë dhe një njeri I drejtësisë, që do të sillte paqen dhe udhëzimin për popullin e tij. Ky është rrëfimi I profetit Davud a.s., njeriu që me fuqinë e besimit poshti një gjikant dhe me mençurinë e tij ndërtoi një mbretëri të drejtësisë. Në atë kohë, populli I Davudit Beno Israelit ishin në luftë me një popull tjetër të quajtur Filistinët. Por Filistinët kishin një gjikant të frikshëm të quajtur Xhalut, I cili ishte aq I madh dhe I fortë sa askush nuk guxonte të përballej me të. A dini ju sa I gjatë ishte Xhaluti? Ai ishte aq I madh sa njerëzit duken sikur arrinin vetëm deri në gjunjët e tij. Një ditë, mbreti I Beno Israelëve tha: "Kush do që të mposhte Xhalutin do të marrë një problem të madh." Por askush nuk dilte përpara derisa një djalosh I vogël u ngrit dhe tha: "Unë do të luftoj kundër tij." A dini kush ishte ai djalosh? Ishte Davudi. Ushtarët u habitin dhe I thanë: "O Davud, si do ta mundësh Xhalutin? Ai është një gjigant ndërsa ti I kaq I vogël." Por Davudi buzëqeshi dhe tha: "Nuk është forca ajo që fiton luftën, por besimi në Zot." A dini ju me çfarë luftoi Davudi? Jo me një shpatë, as me një buroj, por me një gur. Ai mori një gur, e vendosi në harkën e tij, e tërhoqi fort dhe e lëshoi drejt Xhalutit. Guri e çulloi Xhalutin në ball dhe giganti u rrëzua. A nuk është kjo e mrekullueshme? Një djalosh I vogël me besim të madh mundi një gjigant. Pas kësaj fitoreje të madhe, Davudi I bë shumë I njohur. Njerëzit e donin për trimërinë dhe mençurinë e tij. Pas disa vitesh, Zoti e bëri mbret të Izraelit dhe I dha mençuri dhe drejtësi të mëdha. A dini ju si gjykojnë mbretërit e mençur? Ata dëgjojnë me kujdes, mendojnë me urtësi dhe vendosin me drejtësi. Një ditë, 2 burra erdhin te Davudi me një problem. Njëri tha: "O mbret, ky njeri ma vodhi delën time." Tjetri tha: "Jo, nuk është e vërtet, është delja ime. Çfarë mendoni ju? Si mund të gjejmë të vërtetën?" Davudi dëgjoi me kujdes dhe pastaj tha: "Një njeri I drejtë nuk duhet të marrë atë që nuk I takon. Nëse ke gabuar, kërko falje dhe ktheje delën." Burri I parë uli kokën dhe pranoi: "Po, është e vërtet, e mora pa leje." Dhe kështu, Davudi e zgjidhi çështjen me mençuri dhe drejtësi. Zëri më I bukur në tokë. A dini ju se Davudi kishte një dhuratë të veçantë? Ai kishte një zë aq të bukur sa edhe malet e zogjtë e dëgjonin me ëndje kur këndonte. Kur lexonte Zaburi, librin e shenjtë që Zoti I dha, malet e madhërishme dhe zogjtë e veçël përsërisin pas tij. Ishte një melodi aq e bukur sa të gjithë dalonin për ta dëgjuar. A nuk do të doni të dëgjoni një zë kaq të bukur? Mësime nga historia e Davudit a.s. Forca nuk matet me tropë për me besim. Njeriu I mençur gjithmonë gjykon me drejtësi. Kur këndojmë Zotin me zemër të pastër edhe natyrën e dëgjojmë. A ju pëlqej historia e Davudit a.s.? Cila është pjesa juaj e preferuar? Nga historia e Davudit a.s. unë kam mësuar se çdo njeri Zoti e ka dalluar me një begati të veçantë. Shfrytëzoi atë për të arritur me të mirën. Nga historia e Davudit, unë kam mësuar
Puno qofsh edhe mbret, vlera jote nuk matet me tituj, por mbahet me veprimet që bën për të mirën e të tjerëve. Profeti ka thënë, muslimani i fort është më i dashur tek Allahu se muslimani i dot. Unë nga historia e Davudit a.s. ka mësuar. Dia është drita që u theq zemrat dhe forca që bën njeriun më të suksesshëm.